Në një atmosferë festive dhe mjaft emocionuese, mbrëmjen e djeshme është përkujtuar 75 vjetori i krijimit të teatrit Andon Zako Çajupi në Korçë. Institucioni historik i skenës shqiptare që prej themelimit të tij ka qenë një vepër arti ku kanë shkëlqyer emra të mëdhenj të skenës kombëtare, aktor, regjisor, skenograf dhe këngëtar të nivelit të lartë. Në këtë përvjetor të rëndësishëm nuk munguan as emocionet e brezit të artë të këtij teatri. Një nga figurat më të respektuara, aktori i njohur Koço Qendro, tashmë mbi 90 vjeç, rrëfeu emocionet e tij përpara publikut. S'po të mendja që do vinte një ditë që të arrija në përvjetorin e 75 të teatri Zemrës. S'po të mendja që të bëhesh aktor në këtë skenë. Uroj me gjithë shpirt që skena korçare të ndrit ashtu siç e ka tradit. Eventi përfshiu gjithashtu kujtime, nderime për artistët e ndjerë, si dhe interpretim të pjesëve ikonike që kanë lënë gjurmë në historinë e teatrit korçar. Organizatorët theksuan rëndësinë e këtij institucioni si një nga gurët themelor të kulturës shqiptare dhe premtuan mbështetje për vazhdimësinë dhe zhvillimin e tij në dekadat që vijnë.